Kush fshihet pas kostove maramëndëse për shtyllat me kamera në Tushemisht? Kjo ishte pyetja që zëri ngriti pas denoncimeve në rrjet, ku të gjithë po pyesin se për çfarë duhen apo shërbejnë gjithë këto kamera. Zëri ka kontaktuar me Bashkinë e Pogradecit në lidhje me kompaninë apo fondacione që financoi këtë projekt, por bashkia nuk dha një emër duke deklaruar se nuk ka lidhje me projektin. Nga ana tjetër, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pyetur nga zëri, ka zbuluar se milionat për të siguruar 58 kamera PTZ në shtyllat çdo 20 metra në Tushemisht kanë shkuar për kompaninë Alpstar. Kompania Alpstar është në administrim të Bledar Lloshit. Kompania mundëson ndërtime civile, industriale dhe tregëti import-eksport, kryesisht në fushën e hotelerisë. Së fundmi, Alpstar ishte një prej bizneseve ku SPAK ushtroi kontrolle në kuadër të hetimeve për dosjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Por ky nuk është i vetmi hetim ku kompania rezulton e përfshirë. Më herët, kompania ishte në pronësi të Hidayet Ismailaj dhe Sadik Ismailaj. Në dosjen e prokurorisë së Fierit dokumentohet se kompania Alpstar, Hidayet Ismailaj, rezulton firma kryesore kontraktuese e bankers me faturime fiktive, devijim të fitimeve, mashtrim të shtetit, përfitim me skemën e TVSH-s, thyrje artificiale të shpenzimeve dhe pastrimin e parave. Gjatë vitit 2011, kompania Alpstar, në pronësi të Hidayet Ismailajt, ka përfituar 22 milion euro nga bankers.